Këtë të hënë, policia ka zbuluar 3 ambiente të përshtatura për kultivim të lëndëve narkotike në Malsinë e Madhe. Sipas raportimeve nga policia, është vënë në prang nga një person dhe një tjetër është shpallur në kërkim, të cilët dyshohet se i kishin përshtatur 3 ambiente në fshatin Boriçi i Madh për të kultivuar bimë narkotike me pajisje elektrike, të cilat i furnizonin me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Në kuadër të operacionit të koduar Neonët, janë ndaluar 4 punonjës të OSHE-s, si dhe është proceduar një punonjës tjetër për shpërdorim detyre. Shkon në 13 numri i rasteve të kësaj veprimtarie kriminale të goditur në kuadër të operacionit Neonët. Vihet në prang nga një 35 vjeçar dhe shpallet në kërkim një 36 vjeçar, të cilët dyshohet se kishin përshtatur 3 ambiente në fshatin Boriçi i Madh për të kultivuar bimë narkotike, të cilat i furnizonin me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Në vijim të planit të masave për evidentimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike në ambiente të mbyllura, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, strukturat e specializuara në Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Malsi e Madhe dhe të mbështetura nga forcat e posaçme shqiponjat, kanë ushtruar kontrolle intensive në ambiente të mbyllura me qëllim konstatimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike me anë të llambave, tharjen dhe përpunimin e tyre për shitje. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë kanë zbuluar 3 ambiente, një banesë dhe 2 stalla në fshatin Boriçi i Madh, të cilat ishin përshtatur për kultivim dhe tharje të bimëve narkotike kanabis. Nga kontrollet në këto ambiente u gjetën dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale 771 bimë të dyshuara narkotike kanabis, 6 kg 250 gram material bimor e dyshuar kanabis, 195 llamba, 21 cop aspirator dhe 20 cop filtra ajri që shërbenin për kultivimin e tyre. Vijon puna intensive për kapjen e 36 vjeçarit në kërkim dhe për dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie kriminale. Materialet procedurale ju kaluan prokurorisë të Shkodrës për veprime të mëtejshme.